時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンDragoj art na hodhin e epokën e hinjve, ku më në fund na dha mundësinë për të vënë duart në sofatën art. Arma më e fuqishme e Zenkit dhe zëvendësuesja e Ludorës. Zenki filloi të sillej në një mënyrë të çuditshme në ndikimin e fuqisë së tmerrshme të sofatës së art. Unë kur nuk e kam parë Zenkin ta humbas kontrollin ashtu. Mos ndoshta ka frikë nga Karuma? Zenki! Ra në drejtim të lopës dhe tigrit. Sa kërcënuese. Gule, dera e kohës është duke u hapur. Një derë që të qonë tek e tashme. Mbretëresha Karuma, ti je. Mbretëresha Karuma, të lutem më trego derën. I dashur birë, fëmijë i Karumës. Shko hyrë tek dera e kohës dhe ktheu në të tashmen. Por tregohu i kujdesshëm. Në fillim duhet e heqësh qafe angjëllin mbrojtës dhe magjistare. Unë do të pres këtu, Gulen. Ti je shpresa ime vetme. Gulen, çfarë je duke bërë këtu? A e petë meteorin që sa para nga qielli? Ha? Isha i sigur që nuk do të na linte pas dore. Mbretëresha Karuma nuk na braktisi. Ne do të jemi gjithmonë të preferuarit e saj. Do të mund të kthehemi tek e tashmja. Dhe koha nuk ka për të kaluar. Ne ju kërkojmë falje, zoti Kukaj. Prezenca joni çoi njerëzit e këtij vendi në një betejë dhe tani çdo gjë është shkatëruar. Jo, dijeni se këtë shkatërim e shkaktoi vetë Dragoj Art. Çdo gjë në botë e ka një arsye kur ndodh, dhe ky ishte fati i qytetit ton. Gjithsesi ajo që më shqetëson mua në të vërtetë është angjëlli mbrojtës. Zenki, më thuaj, a ndihesh më mirë tani? Çfarë do të thuash ti? Si jam ndier kur më mirë se tani që kam prekur me dorë sopatën e art. Ka me qindra vite që po e prisja këtë gjë. Por, çfarë isha duke bërë më parë? A? E mbaj mund që u thye bariera dhe me një forcë të paparë po përpiqesha të kapja sopatën. Por s'mund të kujtoj asgjë tjetër veç kësaj. Por tani për tani nuk mbaj mend asgjë tjetër. Nuk e mban mend? Zenki, çfarë po ndodh kështu me ty? Angjëlli mbrojtës është tepër i rrezikshëm. Fuqia mahnitëse e sopatës së art është një kërcënim për forcën që e ka mbajtur. Ne duhet ta kontrollojmë atë, se e dim që është për të mirën tonë.
është e pamundur. Ai nuk po e kontrollonte dot veten. Ke shumë të drejtë. Kjo është natyra e vërtet e ëngjëllit mbrojtës. Nëse ajo nuk del, magjistari mund të humbi kontrollin. Dhe ai sigurisht që do të bëhet një përbindësh që do të shkatrojë gjithë botën. Përbindësh. Jo, nuk ma merrte mendja që do t'i ndodhte Zenkit për shkak të sopatës së artë. Hajde, gëzo, Çaki. Më në fund në arritëm ta prekim sopatën e artë. Tani duhet të përqendrohemi që të gjejmë një mënyrë për të kthyer në kohën tonë. Po, mendoj se ke të drejtë. Faleminderit zoti Soma. Çfarë po bën ai tani? Hej, djema, çfarë po ndodh me ju atje lart? Dragoj art! Çaki dhe ju të tjerë, unë nuk kam forcë për të kthyer në kohën që ishit. Po, çfarë do të thuash? Gjithë fuqitë e mia tashmë janë larguar. Ato janë shpërndarë për shkak të sopatës së artë. Ha? Ti po thua se është e pamundur që ne të kthehemi në kohën që kemi qenë? Por kjo nuk mund të ndodh. Më duket se ti po tallesh me mua. Këtu nuk shoh asgjë të mirë për të ngrënë. Nuk është ky problemi që na shqetëson. Hej, draguaj art! Duhet të ketë ndonjë mënyrë për të kthyer atje nga erdhë më parë. Ka edhe një mënyrë tjetër, formacioni i hapësirës kohore. Formacioni i hapësirës kohore? Çfarë është kjo? Çdo disa qindra vjet, kur një qenie ynore godet hënën, shfaqet formacioni i hapësirës kohore. Qenie hynore? Nëse ju do të keni nevojë herën tjetër për fuqitë e mia, përdorni byzylykun mbrojtës për të më thirrur. Miru pafshim. Prit, se dua të pyes edhe për gjëra të tjera. Hej, je shumë i papërgjeshëm, e kuptove? Ai tha diçka për formacionin e hapësirës kohore. Kam dëgjuar për të. Është një vrim në kohë që formohet kur një numër i madh ngjarjesh astronomike hyn aty brenda rastësisht. Qenia ynore është një komet. Kur Dragoj tha se ajo godet hënën, ndoshta ai po i referoi periudhës kohore kur kometa kalon përpara hënës. Ashtu si mbrëmjen e kaluar. Pikërisht. Meteori që pam... Dje? A keni ndonjë ide se ku mund të kaloj kometa para hënës? Kjo gjë mund të ndodhi edhe që sonte. Nuk kemi shumë kohë. Le të ndajemi në grupe për të zbuluar se kur mund të shfaqet formacioni i hapësirës kohore. Le të nisemi. Prisni! Nuk është diçka që mund të zbulohet shumë shpejt. Të lutem gjyshe, lëri këto në dorën time. Zoti Kukaj? Ju keni nevojë për dikë që e njeh mirë formacionin e hapësirës kohore. Unë e kam studiuar prej vitesh. Dhe jam shumë i talentuar për të gjetur gjëra të tilla, mos u shqetësoni. Zoti Kukaj, faleminderit. Faleminderit shpirti i ujëve. Formacioni i hapësirës kohore që nga e vërtet. Ta thash që më përpara. Ma tha mbretëresha Karuma personalisht, por nuk e dija që e dinin dhe ata. Ne nuk mund të lejojmë që ëngjëlli mbrojtës të hyjë në formacionin e hapësirës kohore. Kjo është mundësia e vetme që kemi për të fituar. Nuk do të fitojë ai. Nuk kam për t'ju alejuar kurrën e kurrës. Çfarë ka për të qeshur, Golen? Nuk ka asgjë për të qeshur. Por më bën shumë përshtypje vendosmëria që ke ti, djalosh. Ti beson të mund të fitosh edhe nëse ëngjëlli mbrojtës është i pamposhtur tani që ka sopatën e artë. Plak mos besues. Të betohem që unë kam për ta mposhtur ëngjëllin mbrojtës me duart e mia. Nuk ka rëndësi se çfarë duhet të bëj. Të uroj shumë fat, Golen. Nga kjo anë. Zonju Çaki, shikoni! Qenia hynore. Kemi maksimumi edhe 2 ose 3 orë. Shpresoj t'ja dal mban. Çfarë bën ashtu ajo? Pse po i vjen rrotull hënës? Jo, nuk po i vjen rrotull.
Kukaj po kërkon disa ndryshime të lekta në fijet e tensionit. Kjo do t'i tregoj atij se do të shfaqet formacioni hapësirës kohore. Po, që nga paka shumë si ajo loja që bëjnë fëmijët për punohu. Mos doje të thoje për qëndru, apo jo prift? E pse ashtu e ka emri? Zoti Kukaj! Kjo është. Vërtet, është formacioni hapësirës kohore. Pra, nëse kaloj mandej, mund të kthehemi në kohën tonë. Zoti Kukaj! Unë do të hap formacionin. Prisni atje derisa të vi koha e duhur. Çdo të thoshte me hap formacionin. Edhe zoti Kukaj që di gjithçka, nuk di se çfarë do të ndodhë në të vërtetë kur të hapet formacioni. Por Mbylle gojen! Ati lart, ati është! Shpërndauni! Ti landej se e mora vesh që je aty! Gulen, ti? Më vjen keq, por formacioni e hapësirës kohore më përket vetëm mua. Ju do të vdisni dhe të kalbeni këtu që të gjithë. Po ti ngaj more vesh për formacionin në hapësirës kohore. Mbylleni gojen që të gjithë aty! Çaki, nxito dhe më transformo me njerë po të them! Ani transformoj angjëllin tënd. Çaki! Çfarë të shqetëson, Çaki? Çaki! Zonja Çaki, si është puna? Çaki! Mistri, lopat, nuk e di, fyti, çfarë? Nuk është koha për gjagjoza. Duhet të jetë ndonjë mbytës magjik që i ka marrë zër. Çaki e ja këtu, nuk e di si mund t'i dalë për para në stënde po vdiqe. Si do t'ja spjegoj se çfarë të ndodhi ty këtu? Është e kotë, ajo nuk mund të nxjerrë as edhe një fjalë apo të thotë fjalët magjike. Dhe ajo nuk është në gjendje të transformojë angjëllin mbrojtës. Je për të ma paguar këtë. Më në fund erdhi dhe dita ime. Fal Zotit Kukaj më hapi formacionin e hapësirës kohore. Tani ajo që më mbetet për të bërë është që t'ju vras juve dhe të kthehem tek mbretëresha Karuma. Ikore në lërë të qetë Aniti! Quajtje të sjartë Anidos! Jo! Si e gjë tjetër vetë se një dështak. Jo, nuk jam! I poshtër si guxon ti ashtu! Fuqitë e angjëllit tënd janë ende të mbyllura, prandaj ju nuk mund të më mposhtni dot. Quajtje të zjarrt Anidos! Tani është shumë vonë. Shikoni atje. Nuk ka mundësi, qëndja hynore. Onana somalana peseta pasa, hona mana kolana to pasa. Çfarë? Nuk ka mundësi. Ky është ylli, është pentagrami. Formacioni hapësirës kohore tani përfundoi. Çfarë? Po, tani un kam për të kthyer në shtëpi. Mbretëresha Karuma, un po vi. Në asnjë mënyrë! Ajo që duhet të bëj tani është të heq qafe ty. Sti se angjëlli mbrojtës. Çaki, bëj diçka më shpëto, Çaki! Zonjosh Çaki, Soma, a mund të bësh ndonjë gjë ti? Nuk mundem, sepse shpata ime po preu litarin do të presi edhe qafën e saj. Zenki!
Erdhi koha që ti të shkosh në ferr, angjëll i mbrojtës. Çfarë po ndodh? Unë nuk kam për të ta falur kur këtë. Asnjëherë. Asnjëherë. Ke për të ma paguar shtrejt. Mbrojtësi Zenki është ringjallur përsëri. Nuk ka mundësi. Zëri i magjistares është bllokuar. Si ka mundësi që të ndodhi kjo? Mjeshtër Zenki. Në rregull. Atëherë kape këtë. U përmende? Ke për të bërë shumë mirë, Chucky. Gjyshe? Ai është transformuar! Fuqia e sopatës së artë e preu laku në qafën e Chuckit. Ndodhi pikërisht ashtu siç e kishte parashikuar Kukaj. Zenki po e kontrollon veten tani. Është e vërtet? Forca, eja të hymë në formacionin e hapësirës kohore. Tani sa kemi këtë mundësi. Zenki! Zoti Kukaj! Oh! Nuk kam për t'ju lënë të ikni. Çfarë po bën kështu Gulen? Nëse ti e lëshon atë top atmosferik, do të shkatrosh formacionin e hapësirës kohore. Jam shumë i vetëdijshëm për këtë. Nëse angjëlli mbrojtës dhe magjistaria nuk kthehen, mbretëresha Karuma do të bëjë çfarë të doj. Kështu që unë do t'jem shërbëtori preferuar i Karumës. Çfarë duhet të bëjmë? Sopata e artë, eja të kun! Zenki! Zenki! Eja të kun, sopata e artë! Do t'ja dali dot? Jo! Jo! Ti nuk mundesh! Zoti Golan? Golan, si ka mundësi që po i prish punë miku tënd? Unë nuk mund të lërë në rrezik formacionin e hapësirës në dorë të një fëmijë egoist, sepse nuk kam as pak kohë të merr me këto gjëra. Është e vërtet. Nuk do kemi mundësi për të kthyer. Por ky është Golan. Ne duhet të bëjmë një arp pushim. Kemi të njëjtin problem të gjithë. E janë në formacionin e hapësirës kohore. Koha nuk është në favorin tonë. Zenki! Eja tani! Nxito të thash! Golan! Eja me ne, Golan. A nuk dëshiron të kthehesh në të tashmen? Dhe pasaj të kthejmë të këja ardhë me shmendur, unë do të qëndroj këtu dhe të ndryshoj rrjedhën historisë. Ju nuk do të merrni vesh kur se çfarë mund të kenë qenë. Çfarë? Ishte kënaqësi që ju njoha magjistar. Po kjo punë kështu, ai e dinte shumë mirë se çfarë ishte duke na bërë ne. Prit! Koha po na mbaron. S'ka lidhje angjëlli mbrojtës dhe Karuma. Kjo është bota e ndërvet mia. Çfarë është kjo? Gulen, ti qënë kërke ende gjallë? E si mund të vdes dhe ti lë të largohen pa u ndëshkuar ata që kundërshtojnë mbretëreshën Karuma? Sidomos një tradhtar si puna jote, ke për të ma paguar këtë. Më lësho, ti e mendjelesht. Mbretëresha Karuma. I më rosu.
diçka për të bërë ashtu si çdo ti, Goran. Nuk kam për ta lejuar. Chucky, ki shumë kujdes kur reagon me angjëllin mbrojtës. Gabimi më i vogël mund ta bëj këtë botë një ferë të vërtet. Kujdes, Chucky. Jemi kthyer? Shikoni atje! Çfarë është kjo? Kam parë asnjëherë pemë si ajo. Mos. Çfarë po ndodh? Si është puna? Na trego pra, si është puna, Zenki?